6 vjeçarja që i mbijetoi zjarrit në banesën e saj në Maliq ndodhet në gjendje të rëndë për jetën. Ky fakt konfirmohet nga qendra spitalore Nën Tereza. Në një deklaratë lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë, thuhet se 6 vjeçarja, e cila sot humbi nënën dhe vëllain pas zjarri përfshiu banesën e tyre në Maliq, ka shkuar në gjendje të rëndë për jetën në spital, ndërsa ndodhet në terapi intensive në pediatrinë e QSU-s. Në orët e mbrëmjes në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, ka mbërritur për trajtim mjekësor 6 vjeçarja N.A, e lënduar nga ngjarja e rëndë sot në qarkun e Korçës. Pacientja u prit në urgjencën e shërbimit të djegje plastikës nga ekipi mjekësor, i cili ishte në komunikim të vazhdueshëm me mjekët që e shoqëronin gjatë transportit nga Korça drejt Tiranës. Pas vlerësimit të gjendjes shëndetësore, e mitura aktualisht në gjendje kritike për jetën, u hospitalizua me njëherë në shërbimin e terapisë intensive të pediatrisë në QSU-t, ku po trajtohet nga mjekët pediatër, reanimator dhe specialistët e djegje plastikës, sipas të gjitha protokolleve mjekësore në fuqi. Pak minuta pas mbërritjes së 6 vjeçares në QSU-t, ka mbërritur Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Prof. Evis Sala, e shoqëruar nga drejtoresha e përgjithshme e QSU-t, Angela Paparizo, dhe po ndjekin nga afër gjendjen e saj, në komunikim të vazhdueshëm me ekipin e përbashkët mjekësor të shërbimit të djegje plastikës dhe shërbimit të terapisë intensive të pediatrisë në QSU-t. MSHM shpreh ngushëllimet për humbjen e pjesëtarëve të familjes dhe po qëndron në komunikim me QSU-t minut pas minute për gjendjen shëndetësore të sëmiturës.